Zjarr në Jalli të Nartës, digjen materiale plastike dhe goma makina, shtymi dendur mbulon zonën. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka rënë mbrëmjen të hënës në zonën e Jallisë në Nartë të Vlorës, pranë vendgrumullimit të inerteve. Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka përfshirë një sipërfaqe ku ishin hedhur mbetje të ndryshme plastike dhe goma, të cilat kanë favorizuar përhapjen e flakëve dhe kanë prodhuar sasi të mëdha tymi të dendur dhe të rrezikshëm për shëndetin. Tymi i zi është parë të përhapet mbi të gjithë zonën, duke shkaktuar shqetësim tek banorët përreth, por dhe të pushuesit që ndodhen në afërsitë të Nartës. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë mbitur forcat zjarrfikse të Vlorës, të cilët kanë bërë të mundur me mjete dhe personel izolimin dhe shuarjen e flakëve. Sipas banorëve të zonës, ky nuk është rasti i parë që në këtë hapësirë grumullohen mbetje plastike dhe goma makinash në mënyrë të pakontrolluar, duke kthyer atë në një problem serioz mjedisor dhe potencialisht të rrezikshëm. Dyshohet se persona të ndryshëm nga zonat përreth vijojnë të hedhin në mënyrë të paligjshme mbetje në këtë territor, duke krijuar kushte të favorshme për zjarre, sidomos gjatë periudhës së verës. Ngjarja ka ngritur shqetësime edhe tek specialistë e mjedisit, të cilët paralajmërojnë për pasojat e djegjes së materialeve plastike dhe gomave që çlirojnë substanca shumë të dëmshme për ajrin, tokën dhe shëndetin e qytetarëve. Ndërkohë që autoritetet kanë nisur hetime të zbuluar shkaqet e rënies së zjarrit dhe për të identifikuar personat përgjegjës që depozitojnë mbetje në këtë zonë në kundërshtim me ligjin.